Indicjet për ndërhyrje në kompjuterit e SPAK-ut u faktuan pas një reagimi zyrtar të prokurorisë posaçme ku konfirmoi arrestimin e 2 personave. Sulmi kibernetik ka arritur të depërtojë në emailet e 3 prokurorëve të posaçëm, ndërsa nuk është arritur të zbërthehet adresa elektronike e kreut të këtij institucioni Altin Dumani. Anila Hoxha në Top Story zbardh detaje rreth kësaj ngjarje pa precedent dhe thotë se i ka nisur një shkresë zyrtare SPAK-ut për të marrë informacion, por që është përballur me heshtje. Janë në hetim dhe në arrest me burg 2 shtetas, Arnold Rokaj dhe Zambak Gjonaj, ky fundit jurist. Kanë rënë në kontakt me njëri tjetrin kur Gjonaj ishte drejtori i paraburgimit në Vlorë, ndërsa Rokaj sipas dijenisime është IT. Ne nuk e kemi ende të shkruar zyrtarisht që do ishte gjëja më normale, se cila është vepra penale, se për çfarë dyshohen këta 2 persona. Nuk ka sekrete të kësaj natyre të sigurisë kombëtare ku duhet të mbahet sekret emri. Dyshohet se më 12 mars nisën një sulm për të hakeruar dhe ndërhyr në adresat e emaileve të 3 prokurorëve të posaçëm dhe përmes emaileve është shkuar në kompjuteret e tyre, madje siç më është konfirmuar jo zyrtarisht, se unë më 14 mars kam dërguar kërkesën e parë dhe kërkova informacion nga SPAK, më kërkuaj që ta dërgoja me email që të protokollohej dhe ikën 3 ditë. Kishte një heshtje dhe pas disa ditësh kërkoi sërish. Ridërgoi kërkesën për informacion të detajuar tashmë siç e thot ligji për të informuar që siç duket është ligj fantazm. Ende nuk e dim cilat janë krimet konkrete që kanë bërë ish drejtori i paraburgimit dhe IT-ja. Është ndërhyrë në kompjuterin e prokurorit Behar Dibra që po heton disa grupe kriminale dhe në kompjuteret e 2 prokurorëve që hetojnë jo vetëm çështje të krimit të organizuar, por edhe të korrupsionit. Në dijenin time janë marrë edhe emailet prokurorëve në komunikime përfaqësues ndërkombëtar në Shqipëri të natyrës së shkëmbimit të informacionit, por është një informacion zyrtar dhe nuk do rrezikoja për dënë më tepër sepse kam parasysh vendimin e prokurorit për sekretin hetimor. Ky hakerim dyshohet se është bërë nga një grup i strukturuar kriminal, por grup kriminal të strukturuar me 2 persona nuk ka. Shpresojmë që ky institucion të ketë rezultate sa më shpejt dhe të zbulojë realisht se çfarë ka ndodhur dhe sa i madh është dëmi, thot gazetari.